Ushtrisë e tyre presidenti vjen në zonën e Haxhiu, pra VV po pret. Duket që në VV e kanë një plan në kohë, po ne varemi nga iniciativa e tyre. Pra, është e pamundshme opozita me marrë iniciativën në temë si kjo, po pritet 5 prilli që me shku zonë e Osmani, me qenë ushtrisë e tyre presidenti zonë e Haxhiu, e pastaj ta shohim çka bojnë. A ka vota, 6 i ka, po nuk i ka të përcaktuar si me vepru. Ju thash edhe një herë nuk kemi asnjë zhvillim, çfarë do natyre qoftë, edhe shihet qahet pra, që ka të bëjë me kohën. Pra fillimisht për ata është më rëndësi që kryetaria e kuvendit të jetë edhe ushtruese detyrës presidentit, pra nuk po nguten para datës 5, pastaj të shohim si do ta menaxhojnë. Për çfarë teme? Ani nëse keni ndonjë pyetje më i përgjigj shpejt. Ani. Kanë edhe për fogën e Tramvajit. Për çka do të çelësh ani? Duket që në VV e kanë një plan në kohë. Pra fillimisht për ata është më rëndësi që kryetaria e kuvendit të jetë edhe ushtruese detyrës presidentit, pra nuk po nguten para datës 5, pastaj të shohim si do ta menaxhojnë, po ne varemi nga iniciativa e tyre. Pra është e pamundshme opozita me marrë iniciativën në temë si kjo. Ju dini na janë dhënë 34 ditë, 10 prej tyre shkuan, po shihet qartë që është e liene me datën kur presidenti aktuale kryen mandatin, ushtrisë e tyre presidenti vjen në zonën e Haxhiu, pra VV po pret. Ju tregova çdo gjë fillon kur kemi ushtrisë e tyre të presidentit të ri, pra ata po presin se kanë planin kohor, një herë me marrë detyrën në zonën e Haxhiu, e pastaj me fillu ndonjë bisedë ose konsult matutje. A ka vota, 6 i ka, po nuk i ka të përcaktuar si me vepru. Ju thash edhe një herë nuk kemi asnjë zhvillim, çfarë do natyre qoftë, edhe shihet qahet pra, që ka të bëjë me kohën. Po pritet 5 prilli që me shku zonë e Osmani, me qenë ushtruese e tyre presidenti zonë e Haxhiu, e pastaj ta shohim çka bojnë. Shihem prapë pas ngjarjes. Na mundë